Të premten e 21 marsit, lëvizja vetëvendosje bëri përpjekjen e fundit për anulimin e rreth 19.000 votave të Lidhjes Demokratike të Kosovës që erdhen me post për zgjedhjet e 9 shkurtit. Pasi kërkesa e tyre u refuzua 2 herë nga paneli për ankesa dhe parashtresa, ky subjekt dorëzoi ankesë në Gjykatën Supreme, pasi vlerësoi se pati vjedhje industriale të votave. Këmbgulja e partisë që doli e para në zgjedhjet e 9 shkurtit që këto vota të anulohen, po shihet si një veprim i qëllimshëm për të zvarritur certifikimin e rezultatit zgjedhor. Thjesht është një humbje kohe me shpresën se ndoshta do të ketë më shumë kohë për ndonjë mundësi të ndonjë koalicioni apo sikur që po flitet për peshkim të ndonjë deputeti. Sipas njësëve, edhe në rast të anulimit të këtyre votave, ndryshimet në rezultat mund të jenë minimale. Shoh që ka ndonjë relevancë të madhe, për faktin se plus minus një ulse nuk është që janë nxit ose që ja krijon, të themi, mundësinë që ta krijojë një qeveri stabile. Por sipas Bugaçkut, me kërkesa njëjtë është refuzuar 2 herë nga PZAP-ja, gjasat që Gjykata Supreme të jap një vendim në favor të vetëvendosjes janë minimale. Unë besoj që Gjykata Supreme nuk ka, të themi ashtu, dhe hapësirë shumë të dalë përtej asaj se çka është konstatuar nga ana e BZAP-s. Sipas KQZ-s, numri votave që erdhen me post është mbi 65.000. Përveç kësaj ankese, Gjykata Supreme do të shqyrtojë edhe 2 ankesa tjera, njëra nga koalicioni PDAK-LPK dhe tjetra e kandidatit për deputet të PDK-s Petrit Hajdari.